Ky emision përmban vendosje të produkteve. Këtë javë do t'jeni me mu, Besnikun. Dhe me mua Norën. Do të mundohem t'i pregadisëm disa ushqime që janë healthy, në plot kuptimin e fjalës, do të thotë ushqime të shëndetshme. Edhe paka shumë me spjegu unë atanën teorike, kurse Nora praktike, se çka përmbajnë, çfarë vlera ushqyese kanë edhe si pregaditen. Sot do të përgatisim vezë, me tomatina dhe me portokallë. Të startoj unë me përgatit? Okej, të startoj unë të spjegoj paka shumë për vetë. Do të thotë, zakonisht vetë preferohen mëngjes, mi konsumu. Do të thotë, mëngjesi me veje është një zgjidhje, muna më të thonë, më e mira dhe më e shëndetshme. Vetë kam përqindje të lartë të proteinës, janë proteine e pastërt. Përveç proteinës janë të pastëra edhe me vitamin A, vitamin D, vitamin B6, B12, kalcium edhe hekur gjithashtu. Vetë janë shumë të lira, muna me thonë, edhe ka mundësi gjithkush, mendoj mi ble edhe mi konsumu. Kështu që është një prej ushqimeve më të shëndetshme, një prej zgjidhjeve më të shëndetshme për mëngjes që mundi me bë. Arsyeja pse këtu kemi marrë sot 7 ve, është se shumica e njerëzve janë mësuar i përdor vetëm 2 ve për mëngjes apo 3, edhe pastaj ato ve do të thotë vet kanë shumë pak kalori. Një ve i ka diku rreth 80 kalori, nëse i konsumojnë vetëm 2 ve apo 3 ve, aty bajnë 160 kalori, që janë shumë pak për mu merë si ushqim, si racion ushqimor. Kështu që pa tjetër pastaj njerëz bajnë gabime, sepse i konsumojnë vetë me bukë, me brëmbardh, ose edhe me diçka tjetër i përzim. Kështu që kjo është arsyeja se doni me konsumu pak ma tepër ve, mi mrit pak ma shumë kalori, me pas ato që mënyrë jo mu ndi ngopër me një farë mënyre, me ve edhe mos me bë përzime tjera, do thotë mos me konsumu edhe bron, sepse mielli i bardh, siç e dim gjithë, nuk është shumë i preferueshëm, nuk është shumë i domosdoshëm, kështu që është mirë me cek gjithashtu se kur t'i pregaditëm vetë, moni maksimum 2 kuq mi përdor, tjera do me qenë vetëm bardha. Arsyeja është se të kuq përmbajnë normal, përveç vitamina, përmbajnë edhe kolesterol, dikon 212 dhe 220 mg kolesterol, kurse gjatë ditës preferohet 300 dhe 350 mi marë përmes ushqimit. Është shumë e rëndësi me cek se shumë njerëz, do thotë kjo është edhe arsyeja pse shumë njerëz nuk përdorin ve, se thojnë jo, janë dëmshme, jo ku ta dijone. Këtë është puna të kuqt e vezë, do thotë ju mundi me largu të kuqt e vezë, me përdor vetëm një ose 2 janë domosdoshme, mirë po nuk doni asnjëherë mu frigu prej kolesterolit që përmban veja, se trupi i njeriut prodhon dikon 3000 mg kolesterol në dite, kështu që i bjen dikon sa 10 kuq vezë mi hangër brenda ditës, kështu që asnjëherë nuk doni mu brengos nëse konsumoni një apo 2 kuq vezë, sepse nuk është diçka e keqe, për ndryshe kolesteroli shërben për prodhimin e hormonave siç është testosteroni, progesteroni, estrogeni, edhe shumë i domosdoshëm. Normal vetë trupi jonë në mëlqi prodhon thash dikon 3000 mg, 80% kolesterolit e prodhon vetë trupi, dikon 20% e marrën prej ushqimit. Siç po shihet të thotë vetë janë, unë mendoj që janë prej ushqimeve dhe proteina më e mirë që ekziston është në ve, ka valutën më të lartë biologjike, është një proteinë e cila tretet shumë shpejt, zakonisht preferohet edhe mas stërvitjes për ata që ushtrojnë fitness, sepse është një proteinë që tretet shpejt, ngrasim me proteinat e mishit ose edhe të qumshtit, që tretet shumë ngadalë.
Tash po presëm i bo, Nur, a i bën e gati. Gati. Do të presim vajin në nxeh. Okej, vaji që përdorëm është extra virgin oil, olive oil, do të thotë extra virgin vaj ulliri. Arsyeja prej vaj ullirit thjesht edhe extra virgin është sepse extra virgin ka antioksidus më tepër se vaji ullirit i thjesht, është shumë më i shëndetshëm, kështu që për këtë arsye preferoj me përdor extra virgin. Gjithashtu krip përdorëm të Himalajeve. Kripa e Himalajeve dallon shumë me kripën e thjesht, ka një dallim shumë të madh. Kripa e Himalajeve është shumë e shëndetshme, ka jod shumë më tepër dhe në mënyrë natyrale, kurse kripa e thjesht apo kripa e kuzhinës siç e quajmë, ka jod në mënyrë artificiale, ka më pak kalcium, më pak fosfor, potasium, do të thotë minerale më tepër ka kripa e Himalajeve dhe jod gjithashtu. Jodi është shumë i rëndësishëm për gjithashtu për prodhimin e hormoneve, për ritmin metabolik. Kështu që është mirë mos me përdor normal shumë krip, sepse kripa e tepër gjithë e dim që rrit tensionin, shkakton sëmundjet e osteoporozës edhe shumë dëme tjera në organizmin e njeriut. Zakonisht për mëngjes preferohet do të thotë edhe mi fërgu vetë, nuk është pse hupin, mund mi hup proteinat apo vitaminat. Pak kalorit ju rriten kur fërgohen, është e vërtet mirë, po dikon rreth 10 kalori për një vej rritet, që është shumë pak. Kurse gjatë mramjes nëse preferojmë me konsumu pra vej, atëherë më tepër preferohet t'i zim ato, jo t'i fërgojmë. Kemi përdorur edhe tomatina. Po, edhe tomatinat do të thotë janë shumë të shëndetshme, edhe kanë shumë pak kalori. Dikon rreth 5-6 tomatina bëjnë rreth 20 kalori, që janë shumë pak. Tu e ditë se dikon 2000-2500 na duan gjatë ditës, tash normal varësisht edhe prej aktivitetit fizik edhe varësisht prej gjinisë, moshës, edhe qëllimit apo që dojmë me arrit, nëse dojmë me shtu pesh, atëherë dojmë me konsumu ma tepër, nëse dojmë me hu pesh, dojtë ma pak. Gjithashtu në tomatinat përmbojnë sasit lartë të vitaminës B6, e cila ndihmon në transportimin e ushqimit, gjithashtu në metabolizimin e proteinave. Vetë do të thotë mund mu kombinu edhe me një frut, mundi me konsumu një banane, mundi me konsumu një moll, mundi me konsumu në këtë rast e kemi zgjedhur portokallin, ka përqindje të lartë të vitaminës C edhe është shumë i shëndetshëm. Është e gatshme me hongër. Tash është e gatshme me hongër, kështu që kjo është nashta nuk po duket tepër bukur, po është shumë shëndetshëm edhe këtë kjo do të thotë çapo shihet i ka dikon rreth në jo më tepër se 300 kalori, që është një ushqim shumë i lehtë për organizmin, edhe shumë i... Gjithsecili mund ta bëj. Po, gjithkush mund me bë, po edhe unë, po në këtë rast mirë që e përgatitet ti. Pra, vetë janë të gatshme. Ky është ushqimi që kemi përgatitur për sot, shihemi ditëve tjera. Shihemi.